Vdekja e mbretit e ka zhytur Tajlandën në një periudhë zije që do të zjasë një vit, duke dhënë lajmin për ndarjen nga jeta të mbretit Bhumibol Adullaidej. Kryeministri tajlandez i ftoi qytetarët që gjithashtu për një muaj të mos organizojnë festa argëtuese, ndërsa në punësit civil të mbajnë veshje të zeza. Mbreti i vdiq në spital i shtruar me probleme në veshka. 70 vite në fron e bën atë dhe sundimtarin më të vjetër në botë. Princi i Kurorës, djali i tij Maha Vajiralongkorn, pritet të bëhet mbret. Edhe pse analistët thonë se trashëgimtari 63 vjeçar do t'i duhet të japë shumë prova për të ngjallur te populli admirimin që gëzonte Jati. Kjo për shkak se mbreti Bhumibol i njohur dhe si Rama i IX, i cili e ka udhëhequr dhe bashkuar Tajlandën nga periudha pas luftës së dytë botërore deri në epokën e rrjeteve sociale, ndërohej si njeriu që ruajti ekuilibrat mes grushteve të panumër të shtetit dhe ndryshimeve të shumta kushtetuese. Ai u kurorëzua mbret më 1946, pasi vëllai 20 vjeçar ishte gjetur i vrarë në shtrat në rrethana misterioze. Ju desh të rimëkëmte monarkinë e dëmtuar dhe nga abdikimi i xhaxhait të tij vite më parë. I nderuar me një çmim për arritje jetësore nga Kombet e Bashkuara, ndaj tij nuk kanë munguar as momentet kritike si ai i vitit 1973, kur u doli në mbrojtje protestuesve pro-demokraci të vënë në shënjestrën e ushtrisë, apo në një kohë më të vonut kur mbështetësit e kryeministrit të rrëzuar Thaksin Shinawatra akuzuan Oborin se kishte komplotuar kundër tij. Mbreti refuzoi të përfshihej, por ndikimi i tij u pat te gjykata kushtetuese e cila anulloi fitoren e Shinawatrës. Vdekja e tij e lë Tajlandën në kohë të turbullta, në sundimin ushtarak që prej grushtit të shtetit të 2014-s.